Mirëmbrëma, të nderuar shikues, jemi sot në emision në radhës Okult, në podcastin ton Okult, në podcastin e liris, ku të vërtetat thuhen ashtu siç mendohen. Para se të fillojmë trajtimin e temës së sotme, që do të ketë të bëjë me një vështrim në makro, por edhe pak në mikro të zgjedhjeve. Jemi në një fushat zgjedhore në kulmin e saj. Kanë mbetur dhe rreth një muaj për të zhvilluar zgjedhjet kuvendore të vitit 2025, të cilat do të zhvillohen siç dihet në datën 11 maj. Para se të fillojmë trajtimin e temës, do të dëshiroja t'i kujtoja ata që nuk janë dy thonë drakë, kur të hapin këtë kanal të bëjnë dhe një subscribe atje, në qoftë se vibrojnë në frekuencat tona dhe ynë të shikojnë në diçka nga e vërteta që sjell podcasti ynë dhe që duan të mësojnë më shumë nga ato që ju ka hapur mendjen Zoti. Ata që duan janë mësuar me biberon në qumësht të largohen që këte urgentisht dhe ty në një kanal tjetër të atyre tullasve, se atje ka qumësht me sheqer të mjaftueshëm të kënaqen të flenë natën me biberon. Gjithashtu, para se të fillojmë trajtimin e temës që ja anonçova, dëshiroj të theksoj që tashi YouTube ofron dhe variantin e leximit të atyre me titra të atyre që ne flasim, ashtu siç ka qenë më përpara, siç kanë qenë të privilegjuara gjuhët e tjera të kombeve të mëdha. Këtë privilegj tashmë ka fituar dhe përdorimi i shqipes në për video, ku mund të titrosh në çfarë do lloj gjuhë, sepse mund të ketë fëmijë të emigrantëve, të cilët ndodhen në shumë vende të ndryshme të botës. Ata mund ta shikojnë me titra në gjuhën që njohin më mirë dhe që janë të interesuar të marrin vesh se çfarë ndodh në vendin e tyre të origjinës, nga kanë prindrit. Njëkohësisht kërkoj të falenderoj sponsorat e emisionit tonë, të cilët janë përzgjedhur midis shumë ofertave të tjera, si më seriozët në ofrimin e mallrave dhe shërbimeve të llojit të tyre. Logot e tyre do të shfaqen vazhdimisht në krahun ton, në krahun tim, dhe ju me i googlim në YouTube, duke parë se për çfarë shërbejnë, mund të kontaktoni me ta me mjetet e komunikimit që ata kanë ofruar në informacionin në faqen e tyre në Google. Mirë, fillojmë. Njëkohësisht dëshironja mos harrojmë që ju mund të na ndiqni dhe në një gazet online, në një website që kemi ne, që mund ta kërkoni në Google me emrin okult.org, ku sigurisht do të gjeni lajme të ndryshme, interesante nga vendi, bota, kultura, sporti, politika, geopolitika e tjera. Mirë, fillojmë me temën të cilën e anoncuam. Zgjedhjet si vjet zhvillohen në kuadër të, ndërsa ato të vitit 2021 zhvilloheshin në kohën e pandemisë ose plandemisë, e cila sapo kishte filluar, pandemia botërore e COVID-19, ndërsa këto zgjedhje zhvillohen në një situatë të rrezikshme botërore, ku bota ndodhet në buzë të një gremine, ku mund të shkojë drejt thellimit të luftës ose drejt paqes. Duket se presidenti i ri i Shtetet Bashkuara, Donald Trump, po përpiqet të bëjë një paqe ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës dhe të vendosë një rend të ri botëror midis dy superfuqive. Dhe nga ana tjetër duket që ka një përpjekje për të distancuar nga këto objektivat presidentit Trump prej Illuminatit ose Komitetit të 300-ve, të cilët me kokën e gjarprit në City of London përpiqen të
bëjnë luftë me Rusinë, e cila ka gjasa të ndodhë në vitin 2027. Kjo është dhe një nga arsyet e mundshme që Shqipërinë do tentojnë ta futin bashkë me vendet e tjera të Ballkanit para se të fillojë kjo luftë për të justifikuar akoma dhe më shumë përveç ekzistencës në NATO të Shqipërisë, edhe ekzistencën në Bashkimin Evropian, dhe do t'ju këndohet shqiptarëve hymni kombëtar i Bashkimit Evropian. Evropa në luftë nga Rusia, të marrim armët, të mbrojmë kombin, ndërkohë ande nga Rusia njëjta gjë. Evropa për të disa të nerë kërkon të shkel tokat tona, armët t'i marrim të gjithë, se një pjesë i kanë marrë, kanë 2-3 vjetë në luftë në Ukrainë, edhe kështu do të vazhdojë thertoria e të bardhëve, sepse sa herë që lind një shpikje në teknologji ku njerëzit janë të panevojshëm, atëherë këta eliminohen duke sajuar një luftë dhe duke përdorur flamujt kombëtar dhe ymnet kombëtar, gjaku i nacionalizmit të tërheqë të gjithë, të luftojnë kundër të këqijve, të cilët edhe ata janë të bardhës si këta, por thjesht është një dorë që organizon këto dhe që kërkon të rritë fitimet për veten e vet, duke larguar nga kjo dynja amësit e tepërt. Në pikpamjen e brendshme, Shqipëria ndodhet në një situatë tjetër, ndërsa në vitin 2021 opozita shqiptare ishte në që është Partia Demokratike, si një parti e qendrës së djathtë, ishte në një luftë të brendshme të shkaktuar prej marifetësimeve ndërkombëtar të Illuminatit me në krye përfaqësuesin dhe zëdhënësin e tyre kryesor në Shqipëri dhe lakejt e tyre të përhapur në shumë organizata, apo sidomos në qeveri, me në krye bashkiakun dhe krye socialistin shqiptar, të cilët edhe nëpërmjet përdorimit të gjyqtarëve të intimiduar dhe politik, duke hapur plagët të mëdha dhe probleme tek opozita shqiptare, ku me sa duket Sali Berisha nuk i bindeshe verdiktit të Sorosit për të larguar totalisht nga partia me mbështetësit e vet dhe për t'ia lënë atë të zgjedhurit të Sorosit, që ishte Lulzim Basha me shokët e vet. Pra, në ndryshim nga zgjedhjet në zgjedhje, në vitin 2017, Partia Socialist, Partia Demokratike pati një rritje, vajti në prag të 60 deputetëve, ku rreth 9 deputet i kishin aleatët e Partisë Demokratike dhe 4 deputet i kishte Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, kryetari historik i cilës sot ndodhet i arrestuar nga Illuminati sigurisht, me akuzat të shumta për korrupsion, por jo vetëm. Gjithsesi, ai ishte kandiduar nga grupi i opozitës dhe është kandiduar në listat të hapura për të provuar mbështetjen e tij nga publiku. Duket se Partia Demokratike, mbas një vuajtje që ka pësuar lideri i saj historik, zoti Sali Berisha, i cili ka dendur për një periudhë të gjatë, ndoshta rreth 2 vjeçare, i izoluar me burgim në shtëpi, në banesë, pa vullën, pa mjete monetare që vinë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të cilat i mori pjesa e Lul Bashës dhe e Ali Beajt, ish kryetarit grupit parlamentar të Partisë Demokratike, 2 figura të përdorura nga ndërkombëtarët. Nuk kam parasysh të faktin pse ju kundërvuan Berishës, por pse u radhitën me ambasadorët e huaj dhe u bën vegla të tyre, duke shkatruar Partinë Demokratike dhe duke mos pasur vetë kellçe që brenda Partisë Demokratike të fitonin betejat me Sali Berishën. Pra, opozita vjen me fort pasi sidomos i kanë hequr atë arrestin shtëpiak zotit Berisha, ndërkohë një pikë oksigjeni për Partinë Demokratike ishte ardhja e njerit prej strategëve të
organizimit të taktikave të betejave elektorale të presidentit Trump, që është Krisla Civita, tek I cili ka pasur shumë shpresë se mund të realizonte heqjen e titullit famkeq non grata të Sali Berishës nga qeveria e demokratëve në kohën e presidentit Biden dhe sidomos nga angazhimi I sekretarit të jashtëm të qeverisë amerikane në atë kohë I cili erdhi këtu dhe ka mbajtur një anësim të dukshëm në krah të qeverisë duke mos takuar asnjë nga krerët e opozitës. Pra, duket se ka një përmirësim të klimës nga ana e opozitës, por kjo nuk është e mjaftueshme dhe shumë optimiste, të paktën deri në momentin që po flasim, se nuk e dim nëse mund të kenë ndryshime. Ndërkohë një aktor I ri ka hyrë në lojë gjatë këtyre 2 viteve të fundit, aktor I fuqishëm, ky është Spaku, I cili I ka hequr atë vellon e varakut, atë vellon e artë që përpiqet të mbante Rama për qeverinë e vet, duke I arrestuar me 10 veta, qoftë në pushtetin lokal, qoftë në pushtetin qendror, njerëz që kanë qenë të Partisë Socialiste. Ndërkohë ka denoncime dhe intervista nga numri 2 I qeverisë socialiste, siç është zoti Ahmetaj, I cili e ka cilësuar Partinë Socialiste dhe kryetarin e vet, zotin Rama, si kryedardharin apo si njeriu kryesor të korrupsionit në Shqipëri, madje e ka akuzuar dhe si të përzierë me kriminalët ordiner të mafjes së drogës. Madje I thot në një bisedë, në një darkë në gjuhën italisht, në një intervistë, se krerët e mafjes tashmë marrin e mafjes së drogës, e transportit dhe shitjes drogave të rënda dhe të shtrenjta që vinë nga të gjitha anët dhe shkojnë në drejtim të gjitha anëve ku janë kanalet e komunikimit, vinë, marrin tendera, pastrojnë parat duke marrë leja nga qeveria socialiste për ndërtim dhe madje ai ka etiketuar dhe një person me mbiemrin Agasi Ervis, mos gaboj, që është nga Durrësi, duke akuzuar si kreun që kontrollon trafikun e drogave në Shqipëri dhe që është pranë kryeministrit Rama. Ai ka kallëzuar gjithashtu edhe disa tendera korruptiv dhe I ka kërkuar Spakut që të ndërhyjë për të ndaluar personat përgjegjës, siç është rasti I tunelit të Llogaras, ku dukshëm sipas tij duket që ka një përfshirje në korrupsion duke ja dhënë tender një kompanie turke me një çmim më të lartë, kur kompania që e ndërtoi, që ishte kompania që ja mori kompanisë turke, kishte edhe një çmim tjetër më të ulët, rreth 50 apo 60 milion, nuk jam I sigurt për këtë, për të ndërtuar tunelin, dhe ka akuza dhe nga kryetari I opozitës zoti Sali Berisha që për tunelin, aq sa mund të besohet Sali Berisha, se për tunelin e Llogaras janë mbjedhur rreth 60 milion ose 80 milion dollar. Gjithashtu ai ka folur ish-zëvendës kryeministri, ka folur Arben Ahmetaj edhe për çështje të tjera të rënda, siç janë korrupsioni me incineratorët. Është shpikur nga kryetari I bashkisë dhe është përdorur dhe ndoshta dhe nga kryebashkiakët e tjerë, që dherat që dalin nga gropat e pallateve të ndërtimit duhet të vend të derdhen për të bërë landfillin e Sharës, ku idhen plerat dhe të mbulohen me dhera, dhe ndërkohë ligji dhe të gjitha vendimet e tjera financiare përcaktonin që këto duhet të digjeshin në incineratorët e Tiranës, Fierit dhe Elbasanit, gjë të cilat nuk kanë ndodhur plotësisht ose as pak. Dhe për këtë zoti Ahmetaj fajson kryebashkiakun, po sidomos kryeministrin
Edi Rama, sidoqoftë kemi dhe një arrestim të kryebashkiakut Erion Velia, i cili me sa duket ka qenë në një luftë të brendshme për pushtet me kryeministrin ose me kryetarin e partisë së vet, zotin Edi Rama, i cili kishte kohë që anonconte se një ditë kryebashkiaku do të vare në një nga pemët që ai po mbilte her pas here në ato daljet e veta publike pompoze. Ndërkohë shohim se SPAK-u nuk ka për akuza serioze kundër kryebashkiakut, siç janë afera 5D, ku shumë njerëz mendojnë dhe shumë gazetarë kanë bërë akuza se kryebashkiaku është kryetari 5 drejtorëve që në mënyrë të paprecedent, të paktën sa kemi dëgjuar në ndonjë histori botërore në kryebashkiak të vidh dhe fondet e bashkisë, duke i tenderuar ato në drejtim të një kompanie private të drejtorave të vet, ku akuzat janë që ai qëndronte në krye të si një rufjan politik në krye të kësaj agende të pabesueshme. Njëkohësisht kemi parë një përfshirje të SPAK-ut në konfliktin midis kryetarit të bashkisë dhe kryeministrit për çështjen e kryetarit vendësues të bashkisë, ku kryetari i qeverisë caktoi një person tjetër, kurse kryetari i bashkisë caktoi një person tjetër dhe bashkë me sekretarin e ri të përgjithshëm, të cilët nuk u njohitën nga Rama në shkelje të ligjit, sepse akoma kryetar bashkie de facto është Erion Velia, sepse është i padënuar dhe është i prezumuar derisa të shpallet fajtor dhe ai ka të drejtë dhe kompetencë të caktojë në fakt kryetarin e bashkisë dhe sekretarin e përgjithshëm dhe të gjitha emërimet e tjera, pra të drejtojë bashkinë qoftë nga burgu ose të caktojë një person për ta drejtuar në emër të tij, por SPAK-u ndërhyri në krah të kryeministrit dhe i kërcënovi dy të zgjedhurit e bashkisë duke i thirrur në mënyrë të pakuptimte dhe misterioze dhe nuk ka pasur asnjë prononcim prej tyre me sa di unë se përse ishin thirrur. Pra kjo është skena e jashtme dhe e brendshme e këtyre zgjedhjeve. Ajo që duhet të them është që nuk ka optimizëm në këto zgjedhje. Kryeministri shqiptar aktual është treguar një jesmen i madh ndaj ndërkombëtarëve, duke bërë çdo gjë që i thon ata. Nuk ka mbajtur, nuk ka qenë humble në politikën e tij për konfliktet e mëdha botërore dhe të ndjek linjën e asnjësisë, por ka marrë prerogativat dhe atributet e popullit shqiptar duke marrë vendime të rrezikshme të cilat mund të shkaktojnë pasoja ndaj popullit shqiptar. Në këto rrethana i po përpiqet të futë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, i cili me sa duket është duke u kthyer në një burg i Komitetit të 300-ve dhe në një institucion ku, siç ja tha zëvendës presidenti amerikan, mungon liria. Këtë e pam gjatë kohës që dhe në Amerikë ishte presidenti Biden, kur në platformat e ndryshme sociale elektronike nuk të lejoheshin të jepeshin mendimet, bllokoheshe, të prisheshe llogaria dhe faqja jote, qofse kishe të përsëritur një veprim dhe shkonje kundër linjave zyrtare, pra ishte kthyer në një burg dhe në një komunizëm bashkimi evropian. Sot në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021 janë rritur rreth 40.000 votues, sepse nga 1.780.000 afërsisht që kanë qenë vitin 2021, janë rreth 1.720.000, 3.720.000, pra janë rreth 40.000 më shumë nga 3.680.000 që kanë qenë më përpara. Ka ndryshime. Rrethit Korçës ishte marrë një mandat i shtuar Tiranës, e cila është bërë me 37 mandate, Korça nga 11 ka mbetur me 10
mandate, bjen sy Fieri, i cili ka 16 mandate, pastaj Durrësi me Elbasani nga 14 mandate, Berati ka rënë shumë me 7 mandate dhe po kaq ka Lezhë, Kuksi ka 3 mandate dhe Gjirokastra 4 mandate, dhe Shkodra 11 mandate, nëse s'kemi harruar ndonjë tjetër. Ajo që bie në sy këto zgjedhje janë shtimi i emigrantëve si votues dhe janë regjistruar afërsisht 250.000 votues, të cilët teorikisht, qofse Shqipëria do ishte me një zonë, mund të jepnin 10 mandate ose 20 deri 25 mandate, sepse rreth 10-11.000 vota duhen për të nxjerrë një deputet mesatarisht, se ka rrethe që duan më shumë, ka dhe që duan më pak, dhe i bie që për 250.000 votues, shumica e cilëve janë nga rrethet, pra aty ku numri mesatarësh i ulët, më i ulët se sa në Tiranë dhe në këto qendrat e mëdha, por kjo nuk mund të përcaktohet me thik. Po në fakt, analistët dhe njerëzit që merren me zgjedhjet thonë që efekti 250.000 votave mund të jetë për 6 ose 7 mandate në disa rrethe të cilat do të ndajnë mandatin e fundit me pak vota, dhe aty do të futen dhe votat e emigrantëve, të cilët në shumicën e tyre do të përcaktojnë në varësi dhe të mbetjes që kanë 2 forcat e mëdha, apo dhe në një forcë e vogël që mund të hyjë votat e fundit, për të marrë mandatin e fundit, pra do të përcaktojnë dhe emigrantët. Ka një përpjekje dhe një propagandë të madhe nga të dyja partitë kryesore, të cilat po bëjnë fushat me emigrantët. Ajo që kemi parë për mënyrën dhe garancinë e votës nuk, sipas mendimit tim, nuk është mënyra më e mirë, është një mënyrë primitive, në mënyrë fizike, me letra të cilat është KQZ-ja do të bëjë një tender me negocim ku do të zgjedhë një kompani e cila do të bëjë transportin e fletëve të zarfave me fletë të votimit fizikisht në KQZ, akoma me metoda primitive të cilat bota nuk i përdor më, pasi më të shpejta dhe më pak të kushtueshme janë votimet elektronike ose votimet në platformat të posaçme, të cilat në web që i ngre qeveria vet ose dhe mendim me tenderim, dhe që nuk mund të shkojnë nga studimet që kanë bërë me vende të ngjashme me Shqipërinë, që përdorin metodën biometrike plus elektronike me disa elementë sigurie, vendet të përafërta me Shqipërinë, të cilat kanë pasur një kosto jo më shumë se $2.5 milion për të gjitha zerat e shpenzimeve, kurse shpenzimet e KQZ-s me tavan janë $10 milion, pra 5 fish më shumë. Si gjithmonë, qeveria jonë dhe ligjvendësit tanë përpiqen që të zgjedhin mënyra dhe marifete më të kushtueshme dhe jo më pak të kushtueshme, që të mbrojnë sa më shumë buxhetin nga shpenzimet e tepërta dhe të kota. Thash pak më parë që zgjedhjet në Shqipëri zhvillohen në një ambient pesimist. Ka një kod zgjedhor nga një marrëveshje e ndyrë mafioze që u bën vitin 2008 mes liderit të atëhershëm të mazhorancës Sali Berisha mbas Gërtecit dhe liderit të opozitës të atëhershme zotit Edi Rama, ku u vendos ky kod zgjedhor që sot që kërkon që 2 partitë e mëdha të kontrollojnë gjithë politikën e vendit, mos lejojnë futjen e partive të reja nëpërmjet marifeteve të ndryshme, dhe
E dyta, dy liderat e partive të mëdha të jenë zotër të deputetëve dhe të kontrollojnë deputetët mbi bazën e besnikërisë dhe jo mbi bazën e besimit që ata mund të kenë në elektoratin në një zonë të tyre ose në një zonë kombëtare. Pra, edhe tani kam bërë gjysmë me listra të mbyllura dhe gjysmë, domethënë 30% me listë të mbyllur nga numri i mandateve dhe 70% është me lista të hapura, ku ata me lista të hapura do të luftojnë për të mbledhur votat, kurse këta me lista të mbyllura kanë vendin të garantuar dhe janë njerëzit e sigurt dhe besnikët të liderëve të tyre dhe kontrollohen në mënyrë të ekurt nga liderat e tyre politikë dhe janë sigurisht jesmen të mëdhenj, por njëkohësisht aty mund të zgjidhen përveç këtij kriteri që të jenë jesmen edhe specialistë të fushave të ndryshme dhe demagogë të cilët i duan partisë dhe parlamentit për të bërë propagandën që mos hyjnë aty rastësisht njerëz pa këto lloj vlerash komunikimi apo vlerash të zotërimit të aftësive ndryshme teknike në trajtimin e çështjeve të ndryshme në parlament. Tashi ka një përpjekje të madhe me mbështetjen e ndërkombëtarëve, duket që kryeministri tonë Edi Rama bëri një vizitë në Izrael për të duke marrë dhe një flet lavdërimi aty, gjoja në emër të popullit shqiptar, po e mori personale dhe këto janë vizita në fakt që bota nuk i përdor në prag të zgjedhjeve dhe vende serioze të paanshme nuk i pranojnë këto lloj vizitash gjatë fushatave elektorale me përjashtim të rasteve emergjente kur ndodh një problem i madh që duhet të ketë takimet nivelit të lartë midis dy vendeve. Njëkohësisht ka deklarata që Bashkimi Evropian do të vijë së armëri këtu, mund të vijë para zgjedhjeve, si datë është caktuar më 16 maj, mos gaboj, disa ditë pas zgjedhjeve të përgjithshme. Po këto janë, si të thuash, përpjekje që ndërkombëtarët të ndikojnë mbi procesin zgjedhor, duke thënë që votoni për Edi Ramën sepse ky është besniku jonë dhe njeriu jonë i zgjedhur. Sigurisht, nëse do të fitonte Sali Berisha, ky më shumë do të mbështetej ke Shtetet e Bashkuara sesa tek Evropa, por Shtetet e Bashkuara në fakt ka mundësi që ty në një luftë me Bashkimin Evropian në vitin 2027, gjatë kohës që Evropa mund të hyjë në luftë me Rusinë, Shtetet e Bashkuara do përpiqen të rrëmbejnë Kanadan dhe Groenlandën nga Evropa, përkatësisht nga Komonvelti Britanik dhe nga Mbretëria e Danimarkës, Groenlandën. Dhe kështu që mbështetja tek amerikanët do të fillojë të dobësohet në Evropë. Është një mundësi e madhe e një përshkallëzimi të konfliktit, ashtu siç mund të jetë një mundësi e madhe dhe e shuarjes së konfliktit nga dy superfuqitë ushtarake, por unë mendoj që ka një dorë që organizon të gjitha. Disa i kanë instrumentet të tyre, disa do lëvizin sipas muzikës që bën Kill Illuminati, duke i detyruar mintët të ynë në tyrt si ata baktit, kur hapin një derë, mbyllin një derë, ata duke i shtyrë nga mbrapa, ata do të ynë në dera që është mbrapa dhe nuk mund të ndryshojnë dot historinë. Pra, jo të gjithë janë kukulla me tela, me dashjen e tyre dhe duke ditur se ku po e çojnë historinë, por më shumë janë produkte që zhvillohen sipas parimit tezës hegeliane, problem, reagim, zgjedhje, siç thot i madhi David Icke, ose Icke. Pra, tezë, antitezë, sintezë. Ngrejnë problem, ngrejnë palë të kundërt, pastaj zgjidhjen vinë e japin këta mjeshtrat e mëdhenj.
Në këtë sfond nuk mund të lëm pa përmendur dhe krijimin e shumë partive të vogla, të cilat përdoren nga dy të mëdhajat për të tërhequr votuesit të cilët mund të jenë të zhgënjur, ndërsa Partia Socialiste ka administratën rreth 200.000 veta, të cilët në masën më të madhe absolute pothuajse votojnë për Partinë Socialiste së bashku me familjarët e tyre, që nga një punësuar mund të merren 3 vota ose 4 vota, pra rreth 600.000 vota Partia Socialiste mund t'i marrë vetëm nga administrata qendrore dhe lokale, pasi dihet që dhe pushtetin lokal për shkak të mos pjesëmarrjes së Partisë Demokratike në kohën e Lulzim Bashës, por dhe më mbrapa pushteti lokal është dobësuar shumë për opozitën, e cila nuk ka pothuajse fuqi fare në pushtetin lokal, ashtu si dhe në pushtetin qendror, pasi ka marrë pjesë në votime në një kohë kur opozita ishte e dërmuar. Pra, Partia Socialiste, e cila kishte rreth 760.000 vota, Partia Social-Demokrate që janë anën e fituesve që kishte 30.000 vota, 33.000 vota, duke marrë 3 mandate dhe 74 mandate, pra më shumë se gjysmën, i mori Partia Socialiste, kur votues kanë qenë 1.700.000 votues, pra duke pasur rreth 40% të votave ka marrë 52 ose 53%, sa i bie 74 mandate, 51% të votave në parlament, të vendeve në parlament. Sepse kanë qenë dhe 150.000 vota të partive të tjera të vogla, të cilat se kanë kaluar pragun dhe që ja ka marrë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike më pak këtyre partive të vogla. Si vjet kur ka shumë zhgënjim të madh, kur njerëzit nuk kanë parë pritshmëritë e tyre kur votuan Partinë Socialiste, por duke parë dhe ato që ka bërë Partia Demokratike tek këta dy lidera, mendojnë që duhet të largohen dhe politika të rinovohet një pjesë e madhe e votuesve. Dhe kjo është arsyeja pse ka pesimizëm në votime, dhe këtë pesimizëm duan ta vrasin me partitë e vogla, të cilat duket sikur japin shpresë, por duke qenë të ndara dhe të pabashkuara, ato do ta kenë të vështirë të marrin ndonjë mandat, sepse ndryshe nga Partia Socialdemokrate, e cila i ka votat të përqendruara në një zonë, në një vend, në një rajon gjeografik, këta i kanë të shpërndara në shumë vende dhe nuk do të arrijnë dot në një zonë zgjedhore të marrin më shumë deputet se sa është marzhi i nevojshëm i votave. Dhe në këtë mënyrë, këto parti të vogla mund të bëhen si makjazh për të ngritur numrin e votuesve, i cili në vitin 2021 ka qenë rreth 45% pjesëmarrës, se nuk i mbaj mend përmendesh, po ka qenë poshtë 50-s, dhe si vjet mund të shkojë mbi 50, pasi një numër i madh i votuesve do të marrin pjesë për shkak të hyrjes në lojë të shumë partive të vogla, ku spikatin një grup i ndryshëm spektri, qoftë ideologjik, qoftë në kuptimin e liderëve të tyre, të cilët janë profilizuar në fusha të ndryshme. Mendohet që një pjesë për këtyre partive janë sponsorizuar përsëri nga Kill Illuminati, dhe një pjesë tjetër janë parti që kërkojnë të mbrojnë identitetin tonë kombëtar, siç është partia e drejtuar nga zonja Eleni Kocaqi, partia e drejtuar nga zoti Tashei, që janë parti adhetare, por ka dhe parti të tjera risi që kanë hyrë në lojë, duket se
ekstremi majt është partia drejtuar nga Lind Qori, parti që përpiqet të pozicionohet në qendër është partia e disa politikanëve të rinj që tash s'po më kujtohen emrat, por që kanë mbështetësit e tyre. Unë mendoj që do t'jetë e vështirë pa dashur të frenoj votuesit e këtyre partive, sepse sigurisht ata që se ndjen veten as ke PD-ja, as ke PS-ja, pra pesimistët, por që duan të jenë qytetar, mund të votojnë për këto parti të vogla dhe do të ishte një gjë shumë e mirë që këto parti ta thyenin fuqinë absolute qoftë Ramës, qoftë Berishës, kushdo që të ishte fitimtar nga këta. Por thash për shkak të 200.000 punonjësve të administratës, fuqisë të tyre të madhe për shkak të parave të shumta që kanë grumbulluar e majta për shkak të mbështetjes nga ana e Bashkimit Evropian, me gjithë aferat e shumta të korrupsionit, me gjithë pjesëmarrjen e tyre me njerëzit e qeverisë në kontrabandën e drogës, me gjithë përfshirjen e tyre në kanabizimin e vendit në vitin 2016 dhe kriminalizimin e ekonomisë. Përsëri shqiptarët ja kanë dhënë votën partisë socialiste, duke parë dhe ato problemet e mëdha që kishte Partia Demokratike dhe që sot i ka minimizuar në fakt. Do të ketë padyshim një rritje të Partisë Demokratike në këto votime, por nuk e dim nëse rritja do të jetë deri në fitore apo jo, dhe do të ketë një tkurje të Partisë Socialiste, pavarësisht se Partia Socialiste është përpjekur shumë të rritë rrjedhjen e votave në Shqipëri me votat që mund të marrë me demagogji dhe me propagandë dhe për shkak të fuqisë ekonomike për të bërë propagandë me njerëzit e saj në diasporë. Diaspora dihet që në fillim diaspora e vjetër ka qenë e djathtë nga origjina, më pas Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi kanë preferuar më shumë të majtët për të privilegjuar në vendet e tyre, për shkak se politikat nacionaliste ata i urrejnë dhe nacionalistët në Shqipëri, ata më spikaturit, janë frenuar që të krijojnë kushte të mira jetese dhe pune dhe për shkak të mungesës së shkollimit në vendet e Perëndimit. Pra ka pasur një dozë të madhe të majtëve të cilët kanë dalë jashtë, sidomos mbas viteve 2000, kur ata e ndjen veten komod në marrëdhënie me ndërkombëtarët dhe kuptuan se ndërkombëtarët dhe amerikanët në fakt edhe gjatë luftës së ftohtë nuk kanë qenë me djathtët, por kanë qenë me ata që i kishin vendosur në pushtet, pra me Enver Hoxhën dhe me njerëzit e tij. Sepse këta nuk ju hapnin probleme dhe ju teshin për çdo gjë yes. Këtu mendoj që ta mbyllim emisionin për sot, duke ju rikujtuar atyre që nuk janë dy thundrakë të bëjnë një klik në aty ku thot subscribe për të bërë abonent të podcastit ton, kurse këta që janë dy thundrak këtyre dhe po t'ju thuash më jepni një gur të çaj kokën, nuk ta japin, se thonë, jo ma, po ta qash kokën, mos është ndonjë gjë e mirë për ty, nuk ta japin. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim.